kemi parë që presidenti i Partisë së Lirisë vion të qëndroj pas hekurave dhe pavarësisht përpjekjeve të tij juridike për të apeluar vendimin që cilëson të padrejtë të gjykatave shqiptare, edhe ditën e sotme u revokua kërkesa e tij për ndryshim të masës sigurisë. Çfarë po ndodh? Dhe a janë këto gjykatat të cilat po e mbajnë qëllimisht zoti Meta, a është një ndëshkim politik apo si qëndron? Jemi në kuadër të një absurdi juridik. Pra, dhe po të bëj paralezimin me zëvendës kryeministrën, çfarë ndodh sot. Së pari, zoti Meta, jo vetëm që u rrëmbye në mënyrë të palishme dhe avokati i popullit e dëshmojmë me fakte atë që ne kemi folur në çdo tavolinë dhe gjithë procesi i rrëmbimit nga persona me maska, me automjete të pa identifikuar e tjerë me radhë. Çështja është që ajo dosje e cila nuk ka asnjë fakt penal, ku kanë mbaruar hetimet, dhe ajo që ngri gjykata është që zoti Meta mund të kërcënojë dëshmitar, mund të prishi prova e tjerë me radhë. Ndërkohë që zoti Meta nuk ka asnjë funksion publik, ndërkohë që zoti Meta nuk ka asnjë mundësi të kërcënojë dëshmitarë e tjerë me radhë, se të gjithë dëshmitarët që kanë folur për dosjen e tij kanë qenë pro gjithë orientime dhe gjithë deklaratave të tij, ndërkohë nga ana tjetër ke zëvendës kryeministre në akuzë që nuk ka asnjë mas ndaj saj, dhe më thoni mua kush prish prova? Prish presidenti i Partisë Lirisë, i cili absolutisht është në një izolim politik dhe drejtësia u përdor pikërisht për të goditur zotin Meta dhe Partinë e Lirisë, sepse ajo ishte frika më e madhe e kësaj maxhorante efektit elektoral të presidentit Meta, pikërisht disa muaj para zgjedhjeve, dhe nga ana tjetër ke zëvendës kryeministrën në një vjedhje shumë të qartë të miliona eurove dhe qëndron në liri të plot pa asnjë mas. Të marr rastin e Francës, çfarë ndodhi së fundmi me presidentin Sarkozy. Me që flasim për standarde dhe tregojmë edhe si vepron Europa edhe si veprojmë ne. Presidenti Sarkozy që u akuzua dhe u dënua për pjesëmarrje në organizatë kriminale, shumë larg çfarë flasim kur kemi zotin Meta pa asnjë fakt penal. U hetua, u gjykua në liri, shkoi me gjithë dinjitetin e tij, duke pasur policin që e nderonte, duke pasur familjarët mbështetësit në burg, për të vuajtur dënimin, dhe nga ana tjetër se drejtësia vepron me forcën e ligjit në shtetet europiane. Këtu është represive. Këtu ndalohen deputetët e Partisë Lirisë takojnë presidentin Meta, ndalohen europarlamentarët takojnë presidentin Meta, edhe pse e kemi një të drejtë ligjore, nga ana tjetër Sarkozia lirohet nga gjykata e përkatëse dhe është i lirë sot. Pse? Sepse absolutisht gjitha i rrëmbim dhe gjitha ajo skenë që u bë ndaj zotit Meta me një video të shpërndar, patjetër, ishte për qytetarët, për opozitarët, pra kur ja bëjmë ne presidentit